Spitali klinik i parë dhe më i madh i privat në vend, Axhibadem Sistina, ka shënuar 15 vjetorin e themelimit të tij. Sipas drejtuesve të këtij institucioni, hapja e spitalit më 7 prill 2010 shënoi fillimin në një qasje të re të integruar ndaj kujdesit mjekësor. 15 vjet nga hapja e tij, sot Axhibadem Sistina është sinonim i besimit, sigurisë dhe cilësisë. Një spital që dikton trendet e mjekësisë moderne në vend në disa fusha të tij. Me rastin e jubileut të madh, Spitali Klinik Axhibadem Sistina do të ofrojë pacientëve të tij zbritje promovuese prej 15% në të gjitha shërbimet shëndetësore. Zbritja do të jetë e vlefshme nga data 7 prill për 15 ditë. Gjatë 15 viteve të fundit në spital janë kryer 205.000 ndërhyrje kirurgjikale, janë bërë 1.950.000 ekzaminime dhe besimi për të trajtuar në spitalin Axhibadem Sistina e kanë marrë mbi 1 milion pacient nga vendi dhe rajoni. Fokusi i historisë së suksesit të Axhibadem Sistina janë njerëzit, mjekët, infermierët dhe i gjithë stafi shumë i kualifikuar, të cilët me ekspertizën dhe përkushtimin e tyre krijojnë një mjedis ku çdo pacient merr kujdes të lartë. Sot Axhibadem Sistina është gjigant i shëndetësisë me 1.200 punëtor. Për shëndetjen e pacientëve kujdeset një ekip prej 226 specialistësh nga fusha të ndryshme, 436 infermier dhe staf tjetër sekondar mjekësor, si dhe shërbime të tjera ndihmëse.